Prej 30 vitesh, mungesa ujit të pishëm në Babicë të Vlorës mbetet një shqetësim për banorët. Ata shprehen për sy televizion se uji në çezmat e tyre vjen vetëm një orë, një herë në 2 ditë. Ndërkohë, edhe pse kanë ngritur shqetësime drejtuar Bashkisë Vlorës apo Ujësisë Kanalizime, nuk është marrë as i mas, ndërsa vazhdon po e njëjta situatë. Babica të mbetet pa ujë. Banorët e fshatit Babicë të Bashkisë Vlorë thonë se janë taksapagues të rregullt, por në çezmat e tyre nuk ka ujë. Shumë prej banorëve detyrohen ta blejnë ujin e pishëm, duke shtuar edhe barrën ekonomike. Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucione përgjegjëse, duke theksuar se nuk mund të vazhdojnë më të jetojnë mes premtimeve të pambajtura dhe mungesës jetike të ujit të pishëm. Ujë të pishëm jo, na vjen boti nga Berati. Që E blini ujë që konsumoni, po. Që të blini ujë. Po s'na del, po çfarë do bëjmë dorim? Nga furnizojnë nga lumi. Nga lumi. Pa mund përdoret ai uji? Jo, nuk e përdorim as për të pirë, as për të gjellë. 67 neve këtë punë kemi patur. I mirrim me bidona. Po problemi është atë që nëna problemi është. Paguajnë 18.000 I paguani dhe faturat dhe pse s'ka? Paguajnë faturat për ujë të lumit. Në javë që marrin për të pirë, pra keni plus edhe blerjen që merrni ujin për të Kjo është një njeri. Vjen një sekator një orë, e themi, inshallah do vi kaq që ka edhe më keq. Po kemi qenë, Babeta ka qenë 30 vjet pa ujë. Mungesa e investimeve në Babicë ka bërë që fshati të shpopullohet dhe shumica e banorëve janë larguar në emigrim për kushte më të mira jetese.